Tjetër skandal uleshtrydhet e importuara nga Greqia me prani pesticidi të rrezikshëm. Dorëzohet AKU, janë shitur, nuk i bllokuam. Me shpejtësi rrufe, në media qarkulloi lajmi se mandarinat shqiptare u bllokuan në disa vende të BE-s sepse përmbanin nivele të larta pesticidesh, por e kundërta ndodh kur vendet e BE-s fusin në tregun shqiptar fruta dhe perime me pesticide të rrezikshme. Tek luleshtrydhet e importuara nga Greqia është konstatuar prania e mbetjes së pesticidit Hezidexoz, i cili konsiderohet me risk për shëndetin e njeriut. Kontrollet e AKU-s në terren pas analizave të kryera në ISUV kanë faktuar se luleshtrydhet e importuara nga shteti grek kanë prani të këtij pesticidi që përbën një risk për shëndetin e konsumatorëve. Situata bëhet më alarmante edhe për vetë faktin që luleshtrydhet preferojnë shumë nga fëmijët. Një kërkesë për informacion drejtuar AKU-s bëhet me dije se subjekti importues është Geri SHPK me aktivitet magazin fruta perime. Sipas AKU, subjekti e ka importuar produktin në përputhje me legjislacionin në fuqi. Pra teorikisht në bazë të certifikatave shoqëruese, luleshtrydhja importuar nga Greqia ishte konform rregullave dhe për konsum, por praktikisht nga analizat e ISUV rezultoi se ky produkt duhet hiqej menjëherë nga tregu sepse paraqiste rrezik. Megjithatë, inspektorët e AKU nuk arritën të minimizojnë rrezikun duke bllokuar luleshtrydhen, pasi e gjithë sasia importuar rezultoi e shitur. Në bazë të procedurave standarde, kur një produkt dërgohet për t'u analizuar, duhet të qëndrojë bllokuar deri në daljen e rezultatit të analizave. Në rastin konkret, asnjë kilogram luleshtrydhe nuk rezultoi e bllokuar. Efikasiteti i AKU duhet të qëndrojë në evidentimin e rasteve problematike dhe bllokimin e produkteve që paraqisin risk pa u konsumuar nga qytetarët.